Të përshëndes Anila, duket si qarkut të Tiranës për rinumërimin e votave për subjektet politike dhe kandidatët do t'i bashkohet dhe qarku i Fierit, ku ditën e sotme Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve vendosi me kërkesë të dy antarëve, Ledi Obraos dhe Elvis Çefës, që të rinumërohen të plota të gjitha kutitë e qarkut të Fierit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për subjektet politike dhe kandidatët. Kjo kërkesë në fakt e çon në 3 numrin e qarqeve ku do të hapen kutitë përpos Tiranës, është edhe qarku i Dibrës në fakt, të cilat do të hapen 44 kuti vetëm për kandidatët, pra vetëm për listat preferenciale, jo për subjektet politike. Megjithatë, duket se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ketë punkt të verë, pasi përpos 1223 kutive të Tiranës do të jetë edhe 570 kuti të qarkut të Fierit, të cilat duket se nuk do të bëjnë diferencën sa i përket shpërndarjes së mandateve, por do të rikonfirmojnë edhe një herë votat që janë bërë nga qytetarët gjatë zgjedhjeve të 11 majit. Kjo ka ardhur në fakt me kërkesë të Partisë Demokratike dhe koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, të cilët kanë ngritur pretendimet se ka pasur manipulim të votave në këto dy qarqe dhe parimisht në fakt ata kanë kërkuar votim të plot në këto qarqe, pra anulimin e rezultateve të zgjedhjeve të 11 majit dhe rivotim nga fillimi, por në fakt duket se Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve është shprehur se nuk ka bazë ligjore ku dhe janë mbështetur këto subjekte politike dhe për këtë arsye kanë kërkuar thjesht rinumërimin e votave. Deri më tani përpos Tiranës dhe Fierit dhe Dibrës duket se Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve ka pezulluar në një farë mënyre ose më saktë ka shtyr vendimet për qarqet e tjera. Gjatë ditës së sotme u shtyr vendimi për qarkun e Shkodrës, pasi opozita kërkoi dhe verifikimin nga pamjet filmike, pasi ata shprehin dyshime se ka pasur votim të dyfisht në qarkun e Shkodrës, duke kërkuar kështu që të shikohen edhe verifikimet që janë bërë me anë të shenjave të gishtave në pajisjen Pej, por kjo nuk u pranua nga Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve, duke shtyrë mbledhjen dhe duke kërkuar thjesht pamjet filmike për të verifikuar nëse ka pasur, le të themi, hapësirë për dyshime dhe nëse pretendimet e opozitës janë të vërteta sa i përket këtij qarku. Duket se këto 3 qarqe dhe hapja e kutive në këto 3 qarqe, pra në Tiranë, Fier dhe Dibër, do t'i hap punë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve këto ditët e verës, për shkak se ende nuk është vendosur vendi dhe data ku do të nisë dhe rinumërimi për këto qarqe. Më herët Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kërkuar kohë sa i përket nisjes së rinumërimit të qarkut të Tiranës për shkak të logjistikës dhe le të themi burimeve njerëzore, për shkak se në këto momente ata nuk e kanë le të themi ende stafin e posaçëm që do të duhet të rinumërojë 1200 kuti të Tiranës dhe 580 kuti të Fierit. Dhe për këtë arsye duket se vendimi do të merret nga dita në ditë dhe do të monitorohen nga antarët e Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve si dhe subjektet politike, por nuk do të rinumërohen nga subjektet politike, pra do të jetë vetëm stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i cili do të merret me këtë proces. Anila? E kuptoj, e qartë. Mirë, këtë do të jetë pra edhe një zhvillim i fundit, do të jetë një punë e shtuar, po ashtu përpos pra Tiranës dhe Dibrës që ishte njoftuar, tashmë edhe Fieri do t'i nënshtrohet rinumërimin, ndërkohë Mola ke informacion sa i përket qarqeve cilat janë cilësohen pra të certifikuara deri në këto momente? Në fakt është orëzuar vendimi për disa nga qarqet, marrim këtu rastin e qarkut të Gjirokastrës, ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, gjithashtu dhe qarkun e Kukësit, ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rrëzuar kërkesat ankimore pra të opozitës. Në këtë mënyrë duket se vetëm këto 3 qarqe do të jenë ato të cilat do të rihapin kutit, por le të themi Anila se një pjesë e mirë e ankimimeve që janë bërë nga opozita janë shtyrë nga Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve, për shkak se ata ose kanë kërkuar më tepër prova ose kanë kërkuar verifikime nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo nga ana e subjekteve politike. Sigurisht që kërkesa kryesore e këtyre subjekteve politike ka qenë rivotim i plot në të 12 qarqet, pra le të themi një 11 maj i dytë, por që sigurisht nuk është pranuar nga Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve, duke u shprehur qartë se nuk ka edhe një hapësirë ligjore ku mund të bazohen dhe subjektet politike për këto kërkesa. Nga ana tjetër, rinumërimi i Tiranës dhe Fierit për kandidatët preferencial, gjithashtu dhe për subjektet politike, duke se do të qetësoj dhe disa nga kandidatët të cilët kanë qenë në listë të hapur dhe nuk kanë mundur të marrë mandatin e tyre për shkak të kërkesave që ata kanë dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por më pas janë të rrequr. Flasim këtu për disa nga kandidatët e Partisë Socialiste, mund përmendim ish deputeten, ose më saktë e cila e mban ende mandatin Blerina Gjulameti, Etilda Gjonaj dhe
Xhemal Qevalia, të cilët në fakt më herët kanë bërë dhe një kërkesë ankimore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por më pas janë tërhequr për shkak të kërkesave nga kryetari i Partisë Socialiste. Duket se këto vendime të KAS, siç e thash dhe pak më parë, do të qetësojnë pra edhe kandidatët në listë të hapur, të cilët më herët kanë bërë ankimimet e tyre, por që më pas nuk janë pranuar për shkak të kërkesave që kanë pasur dhe nga kryetari i partisë. Ndërkohë nga ana tjetër e njëjta gjë vlen edhe për opozitën. E qartë, Mola, të falenderoj shumë për detaj që na përsollet drejt për së drejti, mbetet për të parë se çfarë do të rezultojë pas rinumërimit në këto qargje.